Përshëndetje të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, kundër të tjera, sot do të ndiqni. Rreshjet e dëborës të rëna gjatë orëve të fundit kanë sjellë vështirësi në qarkullimin rrugor në qarkun e Gjirokastrës, duke shkaktuar bllokime në disa segmente malore. Ndërkohë akset kombëtare të rajonit jugor vijojnë të jenë të hapura falë ndërhyrjeve të strukturave rrugore. Pas disa ditësh pune intensive, rruga e fshatit Mingull në Lunxhëri është bërë sërish e kalueshme pas dëmtimeve të rënda të shkaktuara nga shirat intensiv. Rreshjet e dendura sollën vërshime ujrash nga shpatit e malit dhe rëshqitje masive dherash, duke bllokuar qarkullimin dhe rrezikuar banorët e zonës. Rreshjet e fundit në bashkinë Gjirokastrë shkaktuan dëme edhe në banesa, ku si pasojë erozionit janë dëmtuar 6 banesa në zona të ndryshme. Pas vlerësimeve nga specialistët e Institutit Gjeologjik, këto banesa janë shpallur të pabanueshme dhe familjet janë larguar për arsye sigurie. Ndërkohë që bashkia ka plotësuar formularët e vlerësimit të dëmeve dhe këto familje kanë përfituar ndihmë përmes projekteve sociale. Familjet që kanë ngarkim fëmijë të moshës 9-18 vjeç do të përfitojnë nga tatimet kompensimin për rritjen dhe arsimimin e fëmijëve. Për këtë duhet të plotësojnë formularin Diva, duke nisur nga dita e sotme e deri në 31 mars të 2026. Zbritja e shpenzimeve për fëmijët nga baza vjetore e tatueshme nuk përfitohet nga të dy prindrit e fëmijëve në ngarkim, por vetëm nga ai që ka të ardhurat më të larta të deklaruara. Ju njohim tani më gjerësisht. Rreshjet e dëborës të rëna gjatë orëve të fundit kanë sjellë vështirësi në qarkullimin rrugor në qarkun e Gjirokastrës, duke shkaktuar bllokime në disa segmente malore. Ndërkohë akset kombëtare të rajonit jugor vijojnë të jenë të hapura falë ndërhyrjeve të strukturave rrugore. Rreshjet e dëborës në qarkun e Gjirokastrës kanë shkaktuar probleme duke bllokuar segmente rrugore në zonat malore. Sipas strukturave të emergjencave civile në bashkinë Libohov në njësinë administrative Zagori, aksi rrugor Çajup-Zhej është i bllokuar për shkak të borës. Në bashkinë Përmet, aksi rrugor për njësinë administrative Frashër kalohet me zinxhir. Në bashkinë Tepelen, aksi rrugor Salarini Vic është punuar me mjete të rënda për largimin e dëborës dhe më pas është hedhur krip duke e bërë këtë aks të qarkullueshëm. Mjetet e forcave të armatosura bën të mundur hapjen e rrugës së fshatit Sheper Gjirokastër, ndërsa për sa i përket të rreshjeve të shiu të rëna gjatë 24 orëve të fundit nga autoriteti rrugor shqiptar për rajonin e Gjirokastrës, raportohet se akset kombëtare rrugore janë të hapura. Aktualisht të gjitha rrugët janë të hapura, nuk ka probleme bllokimesh apo vështirësi në qarkullimin e ato mjeteve. Problemet më të mëdha janë paraqitur në aksin Gjirokastër-Tepelen, ku si rezultati skarpateve gjeologjikisht të paqëndrueshme kemi patur rrëshqitje masive nga shpati i rrugës, ku si rezultat depozitimet në sipërfaqe të rrugës kanë vështirësuar qarkullimin, ka patur qarkullim me një kalim. Të gjitha këto janë pastruar nga ana kontraktore dhe aktualisht situata është normalizuar. Probleme kemi patur edhe në rrugën e Rind Çajup, ku si rezultati një rrëshqitje të madhe masive të kodrës përmbi fshatin e Rind, depozitimet e ngurta edhe ujore janë depozituar në sipërfaqen e rrugës. Për disa ditë kemi patur probleme të tilla, aktualisht edhe aty gjendja është normalizuar, qarkullimi kryhet normalisht. Ndërkohë kemi patur probleme edhe nga rreshjet e dëborës dhe ngricat gjatë ditëve të fundit. Mirë po bllokime rrugësh nuk kemi patur. Pikat më problematike kanë qenë përsëri rruga e Rind Çajup edhe qafa e Skërficës. Strukturat e ARSH dhe emergjencat civile mbeten në katishmëri për të garantuar qarkullimin në rrugët kombëtare, ndërsa në akset problematike po hidhet skorje dhe krip për të parandaluar ngricat dhe aksidentet. Pas disa ditësh pune intensive, rruga e fshatit Mingull në Lunxhëri është bërë sërish e kalueshme.
pas dëmtimeve të rënda të shkaktuara nga shirat intensiv. Reshjet e dendura sollën vërshime ujrash nga shpatet e malit dhe rëshqitje masive dherash, duke blokuar qarkullimin dhe rrezikuar banorët e zonës. Menjëherë, pas situatës së krijuar, strukturat vendore reaguan me shpejtësi. Mjetet e Bashkisë Gjirokastër në bashkëpunim me forcat e armatosura dhe njësitë e Xhenios punuan pa ndërprerje për pasimin e rrugës, stabilizimin e terrenit dhe rikthimin e lëvizshmërisë. Ndërhyrja u krye në kushte të vështira terreni, por fal koordinimit dhe përkushtimit të forcave në terren, u arrit që rruga të hapet brenda një kohe të shkurtër. Kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi në një postim në rrjetin e tij social Facebook falenderoi punonjësit dhe banorët e fshatit Mingull për durimin dhe mirëkuptimin e treguar gjatë këtyre ditëve. Ai theksoi se bashkia mbetet e angazhuar për të reaguar shpejt në raste emergjencash dhe për të garantuar sigurinë dhe aksesin e komuniteteve rurale. Aktualisht, situata paraqitet e stabilizuar dhe qarkullimi në rrugën e fshatit Mingull është rikthyer. Reshjet e fundit në Bashkinë Gjirokastër shkaktuan dëme edhe në banesa, ku si pasojë erozionit janë dëmtuar 6 banesa në zona të ndryshme. Pas vlerësimeve nga specialistët e Institutit Gjeologjik, këto banesa janë shpallur të pabanueshme dhe familjet janë larguar për arsye sigurie. Ndërkohë që bashkia ka plotësuar formularet e vlerësimit të dëmeve dhe këto familje kanë përfituar ndihmë përmes projekteve sociale. Reshjet e ditëve të mëparshme në Bashkinë Gjirokastër, përveç dëmeve të shkaktuara në infrastrukturë, kanë prekur edhe banesat. Si pasojë e erozionit janë dëmtuar 6 banesa në zona të ndryshme të bashkisë. Nga vlerësimet e kryera nga specialistët e Institutit Gjeologjik, është konstatuar se këto banesa janë të pabanueshme, ndaj banorët e tyre janë detyruar të largohen për arsye sigurie. Erozioni ka qenë aq i madh në kodrat dhe në faqet e shpatet e maleve, kur dëmet në disa banese kanë qenë strukturore. Këto janë rreth 6 objekte, cilat në mënyrë specifike është kërkuar ndihma e studimit gjeologjik shqiptar, kur ka sjell rekomandime të përkohshme, të menjëhershme mbi rrezikun që përbën zona. Për këtë qëllim janë hartuar procedurë e konstatimin nga grupi i emergjencave civile, bazuar në relacionin e shërbimit gjeologjik shqiptar, dhe ishte bërë njoftimi personave të cilët posedojnë pronën për të lënë banesën. Njoftimi është zyrtar për të shpëtuar jetën e këtyre banorëve dhe për të normalizuar atë në ambiente ku bashkia i afron këto. Aktualisht për familjet e prekura është plotësuar formulari i vlerësimit të dëmeve dhe atyre ju është ofruar ndihma e nevojshme nga strukturat përkatëse. Në një fazë të dytë, pasi bëhet procedura e konstatimit, digjet gjitha rrugat dhe procedurat ku komuniteti i cili ishte i prekur nga këto erozione masive, i drejtohet Bashkisë Gjirokastër për mbështetje me strehim, të cilat janë disa llojshme. Kemi qira banese, kemi kreditë buta e të tjera sipas ligjeve të shtetit shqiptar. Shikohen kushtet, të cilat përcaktohen nga zyrat përkatëse dhe vazhdon ecurria procesin deri në zgjedhjen përfundimtare të njerëzve të cilët janë krijuar këto dëme. Strukturat vendore dhe specialistët vijojnë monitorimin e zonave problematike, ndërsa apelojnë për kujdes të shtuar në rast të reshjeve intensive për të shmangur rrezikun për jetën dhe pronën e banorëve. Familjet që kanë ngarkim fëmijë të moshës 9-18 vjeç do të përfitojnë nga tatimet kompensimin për rritjen dhe arsimimin e fëmijëve. Për këtë duhet të plotësohet formulari DIVA, duke nisur nga dita e sotme deri në 31 mars 2026. Zbritja e shpenzimeve për fëmijët nga baza vjetore e tatueshme nuk përfitohet nga të dy prindrit e fëmijëve në ngarkim, por vetëm nga ai që ka të ardhurat më të larta të deklaruara. 22 janar, 31 mars është afati i plotësimit të deklaratës individuale mbi të ardhurat vjetore. Ligji i ri për tatimin mbi të ardhurat parashikon hyrjen në fuqi nga viti 2026 të zbritjes së shpenzimeve prej 48.000 lek në vit për çdo fëmijë në ngarkim për individet me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lek në vit dhe zbritje e shpenzimesh për arsimimin e fëmijëve me vlerë 100.000 lek. Në një çift bashkëshortësh të drejtën për zbritjen e shpenzimeve të fëmijëve në ngarkim dhe arsimimin, nëse plotësohet kufiri i të ardhurave, ka prindi me të ardhura më të larta vjetore.
Nga kjo deklarat, nga shuma totale e saj, zbritet një masë në masën prej 48.000 lekësh për çdo fëmijë në ngarkim. Gjithashtu, kjo deklarim përjashton apo njeh dhe ato shpenzime që janë shpenzime shkollore deri në masën 100.000 lekë. Por karakteristika është që të njihen këto shpenzime duhet të jenë të dokumentuara. Çdo të thotë kjo? Do të thotë që shpenzimet për shembull për blerjen e librave, për tarifën e shkollës, apo shpenzime për blerje uniforme, për pagimin e kurseve të gjuhët e tjerë të jenë të dokumentuara. Pra, nëse personi që ka fëmijë në ngarkim në moshën 18 vjeç nuk ka dokumente që të justifikojnë të pagesa, atëherë fatkeqësisht kjo pjesë nuk i takon. Pra, ky 100.000 lekësh nuk i rimbursohet. Ndërsa rimbursohet pjesa tjetër prej 48.000 lekësh. Diva është e detyrueshme për të gjithë individët që e gjejnë veten tek kategoritë më poshtme. Duhet të ketë të ardhura vjetore bruto mbi 1.2 milion lekë. Duhet që të ketë të paktën një periudhë, qoftë një muaj apo 2 muaj, të jetë i dy punësuar, pra të ketë 2 punëdhënës, dhe e treta të gjithë ata individë të cilët kanë të ardhura vjetore deri në 500.000 lekë, por të cilat nuk janë të tatuar në burim, siç janë për shembull të ardhurat nga Airbnb, nga Booking apo nga YouTube, janë 3 kategori që janë të detyruar të plotësojnë tatimin Diva. Ligji parashikon gjithashtu mundësinë e korrigjimit të deklaratës. Individi mund të paraqesë deklaratë korrigjuese brenda afateve ligjore, nëse konstatohet ndonjë pasaktësi në të dhënat e deklaruara. Programi kombëtar i vaksinimit kundër HPV-s për herë të parë ka përfshirë edhe djemtë 13 vjeçar. Bluzat e bardha thonë se vaksinimi të dyja gjinive është një hap i rëndësishëm për parandalimin e infeksioneve dhe kancereve të lidhura me HPV-n. Pasi virusi prek si vajzat, ashtu edhe djemtë, ndaj dhe vaksinimi është një veprim i thjeshtë sot dhe një mbrojtje e madhe për shëndetin e tyre në të ardhmen. Djemtë e moshës 13 vjeçare në Shqipëri janë përfshirë për herë të parë në programin kombëtar të vaksinimit kundër HPV-s, që në ditët e para të këtij viti ka nisur aplikimi i vaksinës kundër HPV-s te djemtë e moshës 13 vjeç si një hap i rëndësishëm në politikat e parandalimit të sëmundjeve infektive dhe onkologjike. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale përcolli sot mesazhin e doktoresh Rovena Dajës, drejtuese e programit të vaksinimit pranë Institutit të Shëndetit Publik. Human papilloma virus është një infekcion viral e cila mund të shkaktojë sëmundje, lezione prekanceroze, madje në të ardhmen mund të shkojë edhe deri në kancer, jo vetëm tek vajzat, por edhe tek djemtë. Për shkak të këtij efekti, kemi një vaksinë e cila mund të na mbrojë vajzat dhe djemtë. Për 1 nëntor 2022, në vendin tonë vaksina në kuadër të kalendarit kombëtar të vaksinimit aplikohet tek vajzat 13 vjeç. Gjithashtu, Daja shprehet se HPV është një infekcion viral që mund të shkaktojë sëmundje, ndërsa shtoi se vaksina aplikohet falas në të gjitha qendrat shëndetësore. Aktualisht, që vitet të para të janarit 2026, kjo vaksinë aplikohet edhe te djemtë 13 vjeç. Prindër, shkoni dhe vaksinoni djemtë dhe vajzat tuaj 13 vjeç sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit. Vaksina aplikohet falas në të gjitha qendrat shëndetësore. Një hap i vogël sot, një hap i madh për të ardhmen. Nga të dhëna zyrtare të operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor gjatë vitit 2025 janë kryer në të gjithë vendin rreth 9363 vaksina HPV te vajzat, ndërsa nga muaji janar i këtij viti për herë të parë ka nisur vaksinimi edhe te djemtë. Temperaturat e ulta të dimrit kanë ndikuar në rritjen e virozave te fëmijët, duke shtuar ndjeshëm numrin e vizitave në pediatrinë e Sarandës. Infeksionet e rrugëve të frymarrjes janë më të shpeshta dhe disa raste kanë kërkuar shtrim ose trajtim më të specializuar. Në pediatrinë e Sarandës këto javë të janarit regjistrohet një numër në rritje vizitave te pacientë të vegjël. Sipas mjekes pediatre Besiona Azizaj, kjo është një situatë që fillimet e saj ka qysh në muajin dhjetor të vitit që kaloi, por të shtuara në numër deri në 50 vizita në ditë dhe me simptoma më të shprehura, infeksionet në rrugët e frymarrjes. Aktualisht kemi një shtim të numrit të fluksit të pacientëve të vegjël në urgjencën pediatrike të Sarandës. Ka filluar pak a shumë nga fundi i dhjetorit dhe vazhdon akoma
me një trend rritje. Numri vizitave shkon 40 deri në 50 në 24 orë. Aktualisht në pavione kemi të shtruar 10 pacient. Pjesa më e madhe e infeksioneve që mbizotrojnë janë infeksionet respiratore, zakonisht RSV-ja në moshat e vogla dhe influenza A dhe B, por A-ja më tepër. Kemi pacientë hospitalizuar. Rastet më serioze, sipas mjekes, deri në 10 të tilla janë spitalizuar në pavionin e pediatrisë, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe rastet që kanë patur nevojë për mjekim më të specializuar dhe janë nisur në qendrën universitare Nën Tereza. Shtruar në spital janë 10 pacient, janë mosha të vogla kryesisht 0 deri në 2 vjeç. Pjesa më e madhe trajtohen në spitalin e Sarandës, marrin shërbim këtu, ndërkohë që raste të pakta të rralla kanë pasur nevojë për një trajtim më të specializuar që janë drejtuar drejt qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Siç e tham, pjesa më e madhe janë me simptoma respiratore, me koll të shpesht dhe të zgjatur, temperaturë të lartë dhe të shpesht, dhe shenjat gastrointestinale, diare të vjella. Shmangja e qëndrimit në vende të mbyllura dhe minimizimi i kontakteve janë dy prej rekomandimeve që jepen për të qenë të mbrojtur nga virusi stinor, shoqëruar edhe me kujdesin prindëror, të shtuar në 3 ditët e para të shenjave të gjendjes virusale. Ndër këshillat që unë do t'jepja e para do t'ishte që të shmangin vendet e mbyllura dhe kontaktet me njerëzit, pasi spërkat respiratore janë burim infeksioni duke u përhapur. Gjithashtu dhe këshillohet që 2-3 ditët e para fëmijët që janë me simptoma të lehta të mund të qëndrojnë në shtëpi me mjekim simptomatik, siç janë antipiretikët, shurupet e kollës, hidratimi i mirë, pushimi. Dhe nëse këto simptoma pastaj persistojnë për të 2-3 ditëve, shikojmë një ndryshim të gjendjes së përgjithshme të fëmijëve, mirë është që të drejtohen tek mjeku familjes për të parë për një vizitë dhe nëse do jetë nevojshme drejt spitalit për të gjykuar nëse ka nevojë dhe për hospitalizim. Situata virusale në moshat fëminore vlerësohet se ka një trend në rritje për shkak të karakteristikave të stinës së dimrit. Në këto kushte, kërkesa e parë është kujdesi shtuar prindëror për parandalimin e prekjes nga viruset dhe për vlerësimin e situatës prej ditëve të para duke mbajtur në kontroll parametrat e shëndetit të fëmijës. Gjatë këtyre ditëve me temperatura të ulta, blegtoria në qarkun e Gjirokastrës paraqitet në gjendje të qëndrueshme. Fermerët kanë treguar kujdes në ushqyerje dhe mirëmbajtje, ndërsa shërbimi veterinar ka ofruar asistencë të vazhdueshme, veçanërisht përmes vaksinimit, si masë kryesore për parandalimin e sëmundjeve dhe mbrojtjen e prodhimit blegtoral. Muaji janar ka shënuar një shtim të numrit të krerëve të blegtorisë, si dhe një gjendje përgjithsisht të mirë të këtij sektori në qarkun e Gjirokastrës. Sipas veterinerit Krenar Veliu, gjatë kësaj periudhe fermerët kanë treguar kujdes të shtuar ndaj bagëtive, duke u kushtuar rëndësi të veçantë ushqyerjes dhe mirëmbajtjes së tyre. Ka mbaruar pjellja tek të leshtat, është duke mbaruar pjellja tek të dhirtat, për jashtë tufa sporadike që janë më kërthinja. Gjendja paraqitet e mirë, pavarësisht se një dimër i lagësht, po fermerët kujdesen se atë kanë mjet jetese, kujdesen për kafshët. Një pjesë e blegtorisë është kaputur dhe ka filluar dorëzimi i qumushtit në Baxho, ndërsa pjesa kryesore vazhdon me mirërritjen e tyre, edhe me pjelljen e atyre që thamë më parë që janë kërthinja. Veterineri Veliu thekson se vaksinimi i bagëtive mbetet një nga masat e rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve dhe ruajtjen e shëndetit të tufave. Sot është periudha për t'ju thënë fermerëve që jemi në fazën kur duhet të shikojmë masat profilaktike, sidomos me zbegut, me agalaksi. Për arsye se kemi shenja të sporadike, por kemi shenja të zbegut në përkafshu që patjetër duhet të fillojnë që të bëjmë vaksinën e zbegut. Tek tufat që janë akoma pak kaputur, duhet të shikojmë të bëjnë mjekimin me ose vaksinë e Ivomeku që quhet, që është mjekim në fakt, për arsye që tani që janë në mëmëzim që nuk janë kaputur akoma, që të mos na dalë ilaçi, të mos na dalë tek produktit e qumushtit, që fermerët edhe qytetarët të mos hanë më qumush të mjekuar dhe të vaksinuar jashtë kritereve dhe jashtë standardeve. Në 3 vitet e fundit në qarkun e Gjirokastrës janë regjistruar rreth 265.000 krerë të imta, dele dhe dhi, si dhe afërsisht 12.500 krerë gjedh.
Në muajin e parë të vitit 2026, çmimet e banesave me qira kanë vijuar trendin rritës edhe në qytetin e Gjirokastrës. Sipas agjentëve imobilar, gjatë muajit janar është vërejtur një rritje lehte e qirave, veçanërisht në zonat pranë qendrës, pjesën muzeale dhe afër universitetit. Me afrimin e sezonit turistik, çmimet priten të mbeten të qëndrueshme ose të rriten lehtë edhe në muajt në vijim. Në muajin e parë të vitit 2026 në tregun e banesave me qira, çmimet e apartamenteve veçanërisht në qytetet e mëdha kanë vijuar trendin në rritës të vitit të kaluar, edhe në qytetin e Gjirokastrës, i cili vijon të jetë i preferuar si për studentët ashtu edhe për vizitorët. Sipas agjentëve imobilar, gjatë muajit janar 2026 është vërejtur një rritje lehtë e çmimeve të qirave. Kërkesat janë të larta për apartamente me qira. Çmimet janë të quara, faktikisht janë ngritur, por gjithmonë i përkasin atyre apartamenteve që kanë një super investim shumë të mirë brenda, por të gjitha këto prona, këto apartamente të mira, shtëpi private dhe kështu me radhë, janë të gjitha në booking. Me fjalë, akoma nuk kanë ikur nga sistemi booking, që 6 muaj të punohet me booking dhe 6 muaj supozojnë të punohet me familjar ose me të ardhur. Ka kërkesat janë për 2-1 shet, faktikisht është me fjalë një çmim mesatar që tregu kërkon nga 20.000 lekë të reja deri në 25.000 lekë të reja. Një shet janë nga 15.000 lekë të reja deri në 20.000 lekë të reja, ndërsa për sa i përket 3 njësheve janë nga 25.000 lekë të reja deri në 35.000 lekë të reja. Me fjalë, këto janë kërkesat që kërkohen nga persona, nga klient që vinë në zyrë. Ndërsa tregu ka të kundërtën që janë më lartë nga kjo. Me fjalë, një 2-1 she aktualisht me një investim super të mirë kalon në çmimin 45.000 lekë të reja. Zonat pranë qendrës së qytetit, lagjet në pjesën muzeale si dhe ato afër universitetit mbeten më të kërkuarat për banesat me qira. Aktualisht më shumë për sa i përket ambienteve me qira, është lagja 18 shtatori, se është më shumë afër shkollat, punat dhe kështu me radhë. Ndërsa për sa i përket zonës lartë, zonës muzeale, më shumë kryeson lagja Palorto, me fjalë faktikisht deri tani ka filluar Cfaka, pjesa e lagjes Cfak, po pjesa e lartëme, me fjalë që është sa më afër kalas, që zë pak Dunavat, pak Cfak, me fjalë që është ajo linja aty, dhe pjesa e granicës, po granica e sipërme, jo granica e poshtme, se granica e poshtme është më shumë për apartamentet me qerat për të jetuar, ndërsa pjesa e lartë funksionon përsëri për të huaj. Sipas parashikimeve të agjentëve imobilar, çmimet e qirave në Gjirokastër pritet të mbeten të qëndrueshme ose të shënojnë një rritje të lehtë edhe në muajt në vijim, veçanërisht me afrimin e sezonit turistik. Qiramarrësit këshillohen të nisin kërkimin herët, ndërsa pronarët të investojnë në përmirësimin e kushteve të banesave për të përmbushur kërkesat e tregut aktual. Në Gjirokastër, zanatet tradicionale vazhdojnë të mbijetojnë me zgurit dhe kohës. Edhe gjatë ditëve të ftohta, mjeshtrit e çative punojnë për të ruajtur një nga elementet më karakteristik të arkitekturës së qytetit muze. Interesi për ndërtimin dhe restaurimin e çative tradicionale është në rritje, ndërsa kërkesa për këtë zanat mbetet e lartë. Tingujt e çekiçeve mbi gur dëgjohen këtë ditë të ftohta në lagjet karakteristike të Gjirokastrës. Mjeshtrit e çative janë duke siguruar dhe hijeshuar çati tradicionale të banesave prej guri, një element i pazëvendësueshëm i arkitekturës së qytetit muze. Mjeshtri çative, Bledar Hatika, thekson se këto vite ka pasur një rritje të interesit nga banorët e Gjirokastrës për ndërtimin dhe restaurimin e çative karakteristike. Unë jam restaurator dhe gjithmonë gjëja e vjetër, çati e vjetër kërkon gjithmonë të përshtatesh me të vjetër. Restaurimi këtë ka. Dhe ajo është dhe e bukura e së gjithës. Në qoftë se përshtat të rën me të vjetrën, është gjëja më e mirë. Dhe turisti atë do. Nuk ka nevojë për luksin e tepërt apo për të ruajmë traditën, gjithmonë të ruajmë traditën. Të vu minimumin e mundshëm 35 me 40 vjet nuk i vjet më dorë. Çatit e gurta. Minimumi që vende babait tim më kam gjetur çati që kanë qenë me stilin e vjetër mbi 50 vjet, që s'kan lëvizu fare.
thjesht rast e gurit donte i kthim dhe kaq. Hatika nënvizon se përzgjedhja e materialit dhe sekretet e zanatit ka një ndikim të madh në jetëgjatësinë e çative tradicionale. Rasti e gurit është gjithmonë vetëm në malet tona. Të gjitha çatit që shikoni janë nga malet e kryesisht mali Dunavatit. Dhe janë nga malet tona, është drast natyrale, jo e fabrikës. Rasti e gurit e bardhë e ka jetëgjatësinë më të gjatë, siç e shohim në të gjitha çatit, rri me vitre, se kurse drasë e zezë konsumohet pak më shpejt, po jo se s'është e mirë, rri më mirë, qëndron më mirë në çati se nuk ka këto gungat që ka drasë e Dunavatit, po e ka jetëgjatësinë pak më të vogël për arsye se konsumohet pak më shpejt në agentët atmosferik. Materiali që përdoret sot është bredh. Dhe gjithë Gjirokastra, siç thoshte babai tim ka qenë 1 vjetër, gjithë lënda që vinte për çatit Gjirokastrit në ato kohë që fushbardha dhe janina, këto që janë 2 pikat kryesore dhe ishin bredh. Kjo është dhe sot, këtë kemi sot bredh. Nuk e di se nga vjen nga Shqipëria e Mesme apo nga Shqipëria e Veriut, po për mua si usta lënda cilindrike është shumë herë më e fortë se lëndra e skuadruar. Përse? Sepse lënda cilindrike, se që atje këtu kemi të bëjmë me tonelata pesh, dhe lënda cilindrike sa do të përthyhet, nuk thyhet, dhe nuk preferoj vidhën, po preferoj gjithmonë goshdën, sepse vidha kaputet, kurse goshda është antisizmike, sa do të lëvizi që atia në një tërmet në një gjë, goshda nuk kaputet kur. Këtë e kam nga të vjetrit, jo se kam unë. Sipas tij, të rinjt duhet i drejtojnë syt nga ky zanat, pasi kërkesa është e lartë dhe mjeshtrit janë gjithnjë më të pakët. Është shumë e vështirë të jesh punëtor. Usallarët po paksohen në Gjirokastër. Dhe ki është një problem. Nuk çatit e gurta duhet gjithmonë të kenë dorë, të kenë usallar, po rinia nuk e do këtë profesion fare, nuk e ka qejf. Janë të pakt ata, do të them që për mos thënë fare, po janë të pakt njerëzit që e duan këtë profesion. A është një punë e vlerësuar për sa i përket të ardhurave që siguron? E vlerësuar është, por problemi është që ai që do të bëj punë kërkon dhe nuk pyet për të ardhura, thot vetëm unë dua të bëj punën. Dhe nëse ustaj është serioz, është i mirë dhe bën atë që duhet të bëj ustaj, është çdo gjë në rregull. Këto ndërtesa ka një rëndësi të veçantë për ruajtjen e stilit dhe historinë lokale, duke i dhënë Gjirokastrës një pamje autentike dhe unike që e dallon nga qytetet e tjera. Këtu përfunduam të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshim.